Зорі socialist civile na Kosovo. Tu ci je navadite Radio Mitrovica s nama vjetra na Megarska Mostarot. Jurajn časete kančme. Mjela je vetmija Radio Juaj. Radio Mitrovica. Radio Mitrovica. Gajerc. Radio Mitrovica. 9 MHz. Can I hit it in the morning? I'm making you Back to life, back to real. Radio Mitrovica. Gëzuar me Radio Mitrovicën. Gëzuar me Radio Mitrovicën. Radio Mitrovica, gëzuar. Gëzuar pra ju miq. Gëzuar Io non faccio, un do, me dietro a sol, ma sono un creatore insieme nel mio.
Hai
Amir Viking me laat zien wat. Ga hoe zit kijk hier. Porque a rua, isto bem as ruas, Hey, bomani süre. Të nderuar, mirë se keni ardhur në 15 vjetorin e themelimit të radio dhe televizionit të Mitrovicas. Dear guests, welcome to the celebration of 15th anniversary of Radio TV Mitrovica. Hapjen e këtij manifestimi do ta bëjnë drejtori për kulturë I komunës së Mitrovicës, zotri Kujtim Isa. This celebration will be opened by Director of Culture of Municipality of Mitrovica, Mr. Kujtim Isa. Udhëroni zotri Isa. Përshëndetje, I nderuar kryetari I komunës, I nderuar ish president Sejdiu, I nderuar ambasador italian, të nderuar përfaqësues nga presidenca, të nderuar përfaqësues të tjerë të institucioneve qendrore dhe përfaqësues të institucioneve lokale. Më lejoni ta shpreh kënaqësinë dhe një urim të veçantë për 15 vjetorin e të Mitrovicës, një televizion ky I cili ka qenë pjesë e familjeve tona për 15 vite duke ofruar një profesionalizëm dhe informatë të qartë gjatë kësaj kohe. Honored guests, welcome to the celebration, dear Mayor of Municipality of Mitrovica, President Sejdiu, and other members of the institutions of Kosovo. Welcome to the celebration and to this festivity of 15th annual anniversary of Radio TV Mitrovica. Dua që po ashtu të potencoj vetëm një fakt që përkundër vështirësive që kanë pasur stafi të Mitrovicës, kanë arritur që me një vullnet të jashtëzakonshëm dhe një përgjegjësi shumë të lartë në punë, ta keni performancë shumë të mirë dhe po ashtu të kenë punë të mbarë këtyre 15 viteve. Unë uroj edhe një herë urime pra 15 vjetorit dhe shpall të hapur këtë event. Faleminderit. I would like to congratulate all the staff of the Radio TV Mitrovica. Although they have been going through difficulties in the past 15 years, I would like to congratulate them on the work of keeping alive Radio TV Mitrovica. Gjatë këtyre 15 viteve, Radio Televizioni Mitrovicës pati sfidat e saj të shumta në rritjen, zhvillimin, trajnimin e gazetarëve, moderatorëve, kamermanëve dhe teknikëve. During the 15th year, RTV Mitrovica has had its difficulties in growing, developing, training journalists, moderators, cameramen and technicians. Qindra gazetar, moderator, kamerman e teknik e provuan fatin e tyre në këtë institucion. Disa prej tyre qëndrojnë akoma me ne. Shumë nga stafi janë edhe vazhduar karrierën në Prishtinë, Sarajevo, Londër, Paris, Vjenë, Stamboll, Ankara, Oslo, Rom, Stockholm, Helsinki, Berlin, Bruxelles edhe në shumë vende tjera të botës. Hundreds of journalists, moderators, cameramen and technicians have gone this through institution. Some of them are still with us and some of them have continued their career in Pristina, Sarajevo, London, Paris, Vienna, Istanbul, Ankara, Oslo, Stockholm, Helsinki, Berlin and Brussels.
Tradita jonë e donë që në këtë përvjetor t'i përkujtojmë ata që ishin pjesë e stafit tonë e që nuk jetojnë më. That we should remember those members of our staff who are not amongst the living now. We would like to honor them by giving them family members certificates. Dhe këta janë 6 veta, të cilët I mungojnë jo vetëm radio televizionit Mitrovicës, por gjithë Kosovës. There are 6 members of RTV Mitrovica that have died in the past 15 years, and they are greatly missed by RTV Mitrovica, by their families, and by the whole of Kosovo. Familjeve të tyre do t'ju dorëzojmë nga një mirënjohje post-mortem dhe nga një dhuratë. We will give a post-mortem certificate of appreciation and a gift to their family members. Prandaj, ftoj zotri Dr. Nezmedin Spahijun që të dorëzon mirënjohjet dhe dhuratët. I would like to invite Nezmedin Spahiu to give the family members the certificates. Së pari, për gazetarin e ndjer Hamdi Miftari, redaktori par I lajmeve në radio televizionin Mitrovica, ish korespondent I Zërit e Amerikës, lindur më 1945, vdekur nga kanceri më 2007. Mirënjohjen dhe dhuratën do ta pranoj bashkëshortja e të ndjerit. First of all, we will give a certificate of appreciation in honor for the journalist Hamdi Miftari, who was the first editor-in-chief of the news at RTV Mitrovica, also a correspondent of Voice of America. Born in 1945, died of cancer. Gazetaren e ndjer Violeta Islami, lindur me 1970, vdekur nga kancerin në vitin 2012. Mirënjohjen dhe dhuratën do ta pranoj vllai I së ndjerës. Honoring journalist Violeta Islami, born 1970, died of cancer 2012. Her brother will receive the certificate. Moderatorin e ndjer Abdullah Kelmendi, lindur më 1964, vdekur nga kanceri më 2012. Mirënjohjen dhe dhuratën do ta pranoj bashkëshortja, djali apo vajza I të ndjerit. Moderator Abdullah Kelmendi, born 1964, died of cancer 2012. A member of his family will receive the Pra, ftojmë certificate. bashkëshortën e tij. Gazetaren e ndjer në gjuhën turke, Zymrit Pantina, lindur në 1954, ka vdekur nga kanceri në vitin 2013. Honoring Turkish journalist Zymrit Pantina, born 1954, died of cancer 2013. Her brother will receive the certificate. Nëse është dikush prej familjarëve, le të urnon ta pranon mirënjohjen dhe dhuratën. Mirë, do t'ja përcjellim. Kameramani ndjer Hakif Mehmeti, lindur më 1980, vrar në veri të Mitrovicës më 2010. Mirënjohjen do ta pranoj nëse është dikush nga familjarët e tij, djali I të Honoring our cameraman Hakif Mehmeti, born in 1980, killed in North Mitrovica in 2010. His son will receive the certificate. Dhe së fundi, drejtorin e financave të radio-televizionit të Mitrovicës, Besim Garen, I lindur me 1968, I mbytur në det Shëngjin me 15 gusht të këtij viti. Ftojmë djalin e tij që ta pranon dhuratën dhe mirënjohjen. Honoring Director of Finances of RTV Mitrovica, Besim Gara, born in 1968, died this summer in Shëngjin on 15th of August. His son will receive the certificate.
në këtë përvjetor, stafi radio dhe televizionit të Mitrovicës ka vendosur të shpall edhe emisionin më të mirë në këto 15 vite. In this anniversary, RTV Mitrovica staff has decided to celebrate the best program in the past 15 years. Ky është emision I përditshëm 1 orësh dhe është realizuar 15 vite radhazi. Gjithsej deri me sot 5475 emisione. Është I pari në Kosovën e pas luftës në zhanrin e vet, që udhëhiqet nga 20 fëmijë, e që për redaktor ka pasur vazhdimisht që nga fillimi 1 fëmijë. This is the show that has been 5,475 shows so far, and it is the first of its kind in Kosovo and led by 20 children. Always an editor of this show was a child. Pra ftoj stafin e emisionit për fëmijë, Yjet e Mileniumit, drejtorin. Për stafin e redaksis për fëmijët, Yjet e Mileniumit, shkrimtari Skënder Zogaj, ish kryetari komunës së Fushë Kosovës, do t'i dhuroj secilit nga një libër dhe do t'i sjellë sigurisht në zyret e marketingut tonë. I would like to invite the staff of Star of Millennia to receive the certificate and take a selfie with Director Necmettin Spahiu.